processuale. Kush janë ekspertët që Përshëndetje me të drejtërisë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve KQZ ka përfunduar procesin e numërimit të votave në nivel vendi pra në tërë territorin e Republikës së Kosovës, duke finalizuar atë në 100%. Nga këto rezultate kemi deri më tani, pra sipas të dhënave të publikuara, lëvizja vendose ka dalë me 42.91% të votave, Partia Demokratike e dyta me 21.12% të votave, LDK apo Lidhja Demokratike e Kosovës me 17.50% të votave dhe Aleanca për Armiqin e Kosovës me 7.16% të votave. Tashmë KQZ ka filluar edhe numërimin e votave për kandidatët për deputet nga radhët e partive që kanë ngaruar në këto zgjedhje të 7 qershor, që kanë kaluar kryesisht të qeta dhe pa akcese dhe sigurisht është shembull se si ka shkuar ky proces zgjedhor. Po ne do të flasim jo vetëm për procesin zgjedhor, por do të flasim edhe për prognozat që janë dhënë për çmërit, pjesëmarrja e ulët në zgjedhje dhe njëkohësisht skenaret më shumë për qeverinë e re, pasi që sipas këtyre rezultateve do të kemi ndoshta jo problem për të formuar qeverinë, por çështja e presidentit do të jetë përsëri problem. Për këtë temë do të flasim me Faridin Majkovcin, analist politik. Përshëndetje Misjeve. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesë. Atë nderuar, këto ishin rezultatet të cilat janë finalizuar nga KQZ. Dhe tashmë e dim pak a shumë se sa do të jetë pjesëmarrja e deputetëve në partitë në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Por përfillojmë si proces zgjedhor, nuk është ndoshta ky i pari, ka qenë edhe të tjerë, por mund themi që si proces zgjedhor ka shkuar shumë mirë për të marrë shembull pa akcese, pa probleme, ndonë se edhe të tjerat zgjedhje që janë mbajtur ka pasur kryesisht, domethënë kanë shkuar si procese të rregullta, por ky i fundit siç thotë populli mos i marr mësysh. Në fakt, Kosova ka ditë të prodhoj rezultate zgjedhore dhe procesin zgjedhor ka ditë ta menaxhoj këto vitet e fundit. Dhe si rrjedhoi, ne kemi njohjen e rezultateve për krejt partive politike, është për mu vlerësu lartë që qytetari i Kosovës ka vedi të lartë politike dhe ushton të drejtën e votës në mënyrë të qetë, pra pa eksese, përjashto disa ankesat të natyrës teknike, po që nuk e lëndojnë procesin dhe mund të lexohet si edhe një kalim testi të demokracisë, e cili është, mund të themi me krenari që për çdo lavdat në raport madje edhe me vendet e rajonit kemi një proces të demokratik. Rezultatet preliminare tregun atë rezultat, atë numër të votuesve që për dallim prej zgjedhjeve të 28 dhjetorit, këto zgjedhje dëshmojnë diçka ndryshe. Në qoftë se në zgjedhjet e 28 dhjetorit kemi pas një numër masiv të daljes në vota, pra që shkonte në shifre 966.000 qytetarë që ushtruan të drejtën e votës. Tashmë kemi nga rezultati preliminar 720.000, e që i kemi të panumëruara edhe votat e diasporës dhe votat me kusht, që sipas përllogaritjes mund të jenë plus minus aty afër 800.000 vota, e që do të thotë që kemi afër 160.000 qytetarë më pak që kanë ushtruar të drejtën e votës. Nëse milioni, pra pastaj do të flasim tek pjesëmarrja e ulët në këto zgjedhje. Pritshmëritë, prognozat dhe rezultatet janë diçka pak më ndryshe se sa në zgjedhjet e kaluara që janë mbajt së fundmi në fakt. Meqenëse se kemi pa prognoza, sondazhe, nëse mund themi të ndryshme, por megjithëse rrallë kujt i ka dalë ky rezultat siç është prit. Për shkak se pjesëmarrja e ulët ka bërë që edhe partia e cila është në pushtet që pristet të merrte 57, 58, 61%, por parti tjera për shembull siç është para pa që Aleanca s'ka me kalu pragun, pra po tregon që Aleanca për ardhmërinë e Kosovës e ka një bastion të vet që nuk po e lëshon jashtë që të mbetet jashtë kuvendit të Kosovës. Pra, këtë kjo përbie që pjesëmarrja e ulët i ka prish në forme para llogaritë e sondazheve dhe prognozave ndryshme. E tham që këto dy palë zgjedhje që sa po lam pas, kam përbë dy ekstreme. Njëra që
ka përfshin numër të madh të qytetarëve që kanë dalë në zgjedhje dhe dyta që ka përfshin numër të tetullt të qytetarëve që kanë dalë në zgjedhje, përkatësisht të atyre që kanë të drejtë vote. Çdo sondazh ose çdo llogari e votuesve ose analizëve për mundësinë e arritjes partive politike ka shku duke e pas si premis numrin prej 966.000 votuesve të zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Dhe në këtë logjik natyrisht që shumë kanë pas për llogaritje të gabuar për faktin që kemi pas një numër të vogël të qytetarëve që ka marrë pjesë në zgjedhje. Ajo që ka mbetet e njëjtë është renditja e partive politike, pra si në dhjetor të vitit kaluar edhe në këtë qershor, renditja e partive politike ka mbetë njëjtë, pra kemi lëvizjen vetëvendose që konfirmohet si partia dukshëm e para, e dyta PDK-ja që ka arrit ta ruaj përqindjen e njëjtë të rezultatit, në ndërkohë që kemi një ulje të ndjeshme të votuesve për këtë parti, e treta mbetet LDK-ja, ndonë se ka pas rritje, por vazhdon të mbetet e treta dhe Aleanca për Armërinë e Kosovës që mbetet e katërta, tashmë me një përqindje më të lartë të rezultatit, ndonë se kemi dikon 2.000 vota më pak se në 28 dhjetor, e kjo mundësohet vetëm për shkak të përqindjes së ulët të daljes së qytetarëve në zgjedhje. Kush i humbi zgjedhjet? Tani kjo mund të analizohet nga disa pikpamje, me ndëgju se cilë e faqëson se cilin, edhe e lexon, është i prirur ta lexoj prej perspektivës pozitive rezultatin e vetë dhe jo prej të njëjtës pikpamje rezultatin e tjetrit. Ajo që ka vlen të theksohet, e tham që lëvizja vetëvendose ndonë se ka një rezultat të tetullt të votuesve që votuan për VV-n, në ndërkohë kemi përqindje që është ende dukshëm partia më madhe në vend, pra 43-43% i ofrojnë lëvizjes vetëvendose ka marrë në pozicionin e parë, mbetet me pas se sa do të jetë përqindja e votave që janë adresuar në adresë të lëvizjes vetëvendose nga diaspora, dhe siç e dim, diaspora ka ditë të jetë një bastion i madh i lëvizjes vetëvendose, e kjo vjen si rrjedhore e angazhimit prej shumë vitesh të personaliteteve të vetëvendosjes atje. Dyta, Partia Demokratike, e tham që në gjitha zgjedhjet ajo ka ditë me rujt këtë përqindje të rezultatit, ndonse kemi një ulje të konsiderueshme të votuesve në adresë të tyre. Le ta riprodhojmë faktin që Partia Demokratike në zgjedhjet e para në vitin 2000 ne ka arrit të ketë 202.000 vota, në zgjedhjet e 28 dhjetorit të vitit që sapo lam pas ka arrit të ketë 192.000 vota dhe rezultati i tanishëm, i cili është afërsisht 145.000 vota momentalisht, është rezultati i ulët për nga numri votuesve, në ndërkohë që ajo përqindja ka arrit të ruhet, pra Partia Demokratike ruan bazën e vetë elektorale, pra është aty gjithmonë në këto 26 vitet pas luftës. Në ndërkohë, Aleanca për Armërinë e Kosovës ndonë se e ndroi leadershipin pak para zgjedhjeve, e që në optikën e shumikujt është pasi vështirë që do të kaloj pragun, për shkak, siç e tham, sepse analiza është bërë vazhdimisht në atë se mund të ketë mbi 900.000 votuese rrjedhimisht vota prej 52.000 votave që kishte në zgjedhjet e kaluara nuk ka me qenë mjaftueshme për të kaluar pragë, por rezultoi që kemi një 2% më shumë se sa në zgjedhjet e kaluara, ndonse numri votuesve ishte afër 50.000 vota arriti të ruajë Aleanca për Armërinë e Kosovës, e që janë të mjaftueshme për mu rritë si përqindje 2%. Pra, kush i humbi dhe kush fitoi? Zgjedhjet ne kemi pak a shumë, thuajse edhe numrit të deputetëve, e pam që projekcionet aktuale, pa votën e diasporës,
e dërgojnë lëvizjen vendosje në 48 deputet, sa që është në ekran regjia një foto? Po, ndërsa ndonë se kishte 57 në zgjedhjet e fundit, partia... Jo, foto tjetër. Partia Demokratike është aty me përqindje. Paka shumë kështu të Po, tjetër. Partia Demokratike ka ngritje lexu në përqindje, ka ngritër prej 2 deputetëve, kishte 22 projekcionet aktuale e dërgojnë atë në 24 ulse. Lidhja Demokratike kishte 15 dhe projekcionet aktuale e dërgojnë atë në 20 ulse dhe Aleanca për Armërinë kishte 6 projekcionet aktuale e dërgojnë atë në 8 ulse. Vlen të ritheksohet edhe njerë që vota diasporës në zgjedhjet e 9 shkurtit 2025 ka qenë 104.000 të regjistruar dhe nëse nuk gaboj ofër 80.000 të atyre që kanë votuar. Në ndërkohë, aktualisht kemi, nëse nuk gaboj në shifra, 130 diçka mijë të regjistruar dhe pritshmëritë janë që të kemi diku 90.000 votues që votojnë nga diaspora. Në qoftë se këtu analizojmë ose projektojmë që lëvizja vendosje do të ketë një pjesë të konsiderueshme të saj, atëherë numri i deputetëve do të ketë lëvizje nga ajo çfarë po projektohet aktualisht. Pra me një farë pjesëmarrja ullet në zgjedhje, si që thamë në fillim, ka ndikuar që të kemi këto rezultate. Por a e dim shkaqet, arsyet pse kaq pak kanë marrë njerëzit, pra nuk e kanë ushtruar thjesht të drejtën e votës, pse kemi pas zgjedhje kaq të shpeshta, për shkak të zhgënimit me politikën, apo ndoshta koha ka qenë e tillë? Jo, qytetari i Kosovës ka ditë të votojë edhe në kohë të ftoftë, edhe në kohë vere. Pra s'ka dërë që temperaturës? Jo as pak, ka ditë tjetë aty kur e kërkon vendi. Është zhgënimi arsyeja? Arsyeja, kjo do të lexohet si një pjekuri e lartë e qytetarit. Vlen të theksohet, për shembull, lëvizja e qytetarëve e votuesve prej zgjedhjeve të 9 shkurtit në 28 dhjetor për LDK-n ka qenë, imagjinoje, mbi 45.000 vota më pak nga zgjedhjet e 9 shkurtit, edhe sepse qytetari e vlerësoi që ajo që ka bë gabim dhe na ka dërguar në zgjedhje ka qenë LDK-ja. Dhe këtë herë e kemi një numër të konsiderueshëm të atyre që nuk marrin pjesë ose nuk e votojnë lëvizjen vetëvendose, dhe krejt kjo duhet të jetë një mesazh i qartë për partitë politike që vendit i duhen institucionet dhe qytetari është më këshient se kur për peshën e votës së tij, dhe unë jam i bindur që është një mesazh i qartë që partitë politike tashmë kanë detyrim që të ulen, të bëjnë zgjedhje edhe për presidentin edhe të dhojmë stabilitet vendit për mi dhënë përgjigje një mëri problemesh që janë akumuluar ndër vite, e në veçanti gjendjen e rëndë ekonomike që përjeton qytetari i Kosovës. Pra, e ritheksojmë për ta nënvizuar që pjekuria e qytetarit për votën tashmë ka arrit në një fazë ku është për çdo lavdat. Dhe kjo, në farë do t'i bëjë trysni partive politike për të bërë kompromise, për ndryshe kjo është do të shkojnë me votë. Trysni e tillë që i detyron, i obligon t'i hapin sytë mirë që t'i dhojnë institucioneve stabilitet dhe të funksionojë shteti në funksion të zgjidhjes së problemeve të qytetarët që janë akumulu. Kemi humbur mjaft kohë, 2 vjet kohë, për shkak të tekeve dhe të mosgatishmërisë për me prodhu institucione. Mendoj që qytetari e ka lexuar drejt që politika duhet të jetë në funksion të tij, dhe si rrjedhoj unë besoj që mesazhi i qytetarit për partitë politike është tetë i qartë. E kanë lexuar drejt, e kanë kuptuar drejt, dhe unë besoj edhe shpresoj që institucionet do të kemi shumë shpejt dhe shteti do të kthehet normalitetit ashtu Nuk do të kemi krizë të re politike? Nuk e besoj. Mendoj që qytetari foli mjaftueshëm. Janë të votat mjaftueshme në fakt, këta deputet mjaftueshëm për partinë për shtet këtë rast fituese lëvizjen vetëvendosje për ta formuar qeverinë? Pas parasysh edhe jo, unë mendoj që do të kemi koalicion shpejt dhe do të kemi edhe zgjedhjen e presidentit që do të kërkohen të edhe deputet për të qenë aty.
edhe qeveri stabile, unë parasha që do të kemi një koalicion, Mes se cili do të jetë VV-s dhe cili do të jetë të shohëm, sigurisht kjo shkon pas konsultime, por ato artikulimet e para të personaliteteve politike, të liderëve politik, janë frymë bashkëpunuese, nuk janë qyshishin me non-shkurt, ju e dini se sa të vrasht ishte në artikulime dhe kalonin deri në ofendive. Fjalimi i mbrëmshëm ishte të jetë Fjalimi i mbrëmshëm ishte në frymën e rezultatit zgjedhjes. Mos harrojmë, mendoj që qytetari disiplinoi dhe i bëre me dije që në qoftë se ata nuk gjejnë rrugën e bashkëpunimit, bojkoti do të shtohet. Si pat LDK-n e cila pritej të rritej dhe në fakt në shumë raste edhe në këtë studion nga kolegët e juaj u shitet si partia e dytë, pasi që ardhja apo rikthimi i Vjosa Osmanit ishte një nga figurat që kalkulohej me një shifër goxha të madhe të votuesve, por që në fakt tash mbetet më pa, sepse ndoshta LDK-ja pa Vjosën do të ishte ende më pak votues, por nëse zgabon pra me 2000 vota më shumë se sa është prit. Në këtë rast, Vjosa Osmani e ngriti LDK-n apo e mbajti për të mos shkuar ende edhe më shumë e poshtë? Mund të jetë edhe e para dhe e dyta, edhe unë kum pas mendimin që personaliteti i zonjës Osmani ka me prodhu një rezultat që në bindjen time kum prit që ka me qenë më i lartë. Natyrisht imagjinoni sikur mos ishte zonja Osmani në këto zgjedhje, se sa do të ishte rezultati i LDK-s, duke pas për bazë rëmjen që pat prej afër 50.000 vota nga non-shkurtit në 28 dhjetor, dhe imagjinoni se çfarë shifrash do të kishte tani në qoftë se zonja Osmani nuk do të ishte. Riprodhojmë faktin që në zgjedhjet e 28 dhjetorit LDK-ja arriti shifrën prej 13%, pra ra deri në atë pikë. Ndonë se numrat tash për tash janë aty me pak diferencë, por që në përqindje e kemi një ngritje prej 5 deputetëve, duke llogaritur rezultatin aktual, që nuk janë pak, por jo të mjaftueshme për pritshmëritë që Lidhja Demokratike si një institucion me histori në vend edhe që i ka dhënë shumë vendit, nuk po arrin të gjejë mënyrën, rrugën për të dalë dyta, madje edhe për të pas ambicie për dalë para. Se si duhet lexohet kjo? Mbetet më pas se si do të menaxhohen paknacit eventuale që janë shfaq prej kohësh në Lidhjen Demokratike. Natyrisht nuk është prit lehtë edhe siç duket edhe nuk ka prodhuar efektin e maksimizimit të votës personaliteti zonës Osmana mbrana strukturave të që po i bie pra Vjosa Osmani në fakt nuk ka qenë më pritur nga klasa e vjetër e LDK-s. Dhe nga një reagim ose komunikate e Lumir Abdixhikut dha sinjale që ka pas një lloj bojkoti brenda partisë nga figurat e vjetra. Siç e dim, Abdullah Hoti, Hikmet e Bajrami e të tjerë, veçanërisht ata publikisht në forme kanë qenë kundër ardhes së Vjosës Osmanit. Po i bie që LDK ka probleme të tjera të brendshme, por po i bie njëkohësisht edhe Vjosa Osmani nuk është aq e fuqishme në elektorat sa ishte dikur për shkak ndoshta të ndrimit të partive, nëse mund të themi, sepse në fakt ishte një lloj partie e re, një lloj aderimi në vetëvendosje, pastaj në një rikthim me një marrëveshje për në ish partinë e saj të parë. Po, në pjesën e parë të pyetjes, rreth asaj se cilat kanë qenë reagimet e personaliteteve mbrana LDK-s për ardhen e zonës Osmani dhe sa ka ndiku kjo që ata të angazhohen për maksimalizimin e votës së LDK-s. Zotri Abdixhiku në 2 parë zgjedhje po artikulon këtë që nuk ka angazhim serioz në arritjen e rezultatit, pe adreson jo saktësisht ndoshta dhe jo individualisht personalitetet e caktuara, por që po e artikulon këtë si një fakt që ai po e lexon brenda subjektit që ai e drejton tashmë disa vite. Kemi qëndrimet e personaliteteve të LDK-s pro dhe kundër dhe hezitimeve
tyre për zonjën Osmani, prej zotrit Veliu, zotrit Hoti edhe zonjës Bajrami, që ndoshta për një arsye së dy ata mund të kenë arsyetimin e tyre rreth orës së zonjës Osmani, por që LDK-ja edhe pas zonjës Osmani nuk kishte një performancë të mirë, edhe pas zonjës Osmani nuk e di se cili do të ishte rezultati. Në ndërkohë për sa i takon efektit e zonjës Osmani, ai është efekt pozitiv, ndoshta jo brenda pritshmërisë që shumë kush i lexonte si tilla që zonja Osmani do ta dërgonte LDK në pozitën e dytë dhe do të kishte vota më shumë se PDK-ja. Vlen të theksohet që diferenca mes dytës dhe tretës h/h është diku nëse s'gaboj 25.000 vota, ndonë se në 28 dhjetor diferenca ishte shumë e lartë, pra Lëvizja Vendendosë kishte 20, PDK-ja kishte 20.95% rezultatit, në ndërkohë 13% kishte LDK-ja, pra kishte një diferencë prej afër 8%. Tashmë është rrudha ja hapësirë, por gjithsesi e pa mjaftueshme për të kapitalizuar në vot edhe rezultat konkret për qenë partia e dytë të LDK-ja të angazhimit të Vjosa Osmanit. Është një situatë të interesant që sigurisht të shohim se si do ta menaxhojnë personalitetet brenda LDK-s, po mbetet më pas sigurisht i pret shumë punë sepse LDK-ja në këtë rezultat nuk besoj që duhet t'i kënaqë asnjë nga personalitetet akterët mbrenda. Do të u përmend pak a shumë kalim këti, por cilët mund të jenë skenarët e mundshëm për një qeveri të re. Edhe në këto 2 vite krizë politike, nëse mund themi, kryesisht kryeministri tani më në detyrë Albin Kurti ka lëduar dhe ka pasur ftesa vetëm për LDK-n dhe jo edhe për PDK-n. Vazhdimisht pra është refuzuar një kërkesë e tillë, ndonë se nuk të zgjedhjet tash mbetet më pa kërkesa dhe oferta. Do ta shohim një qeveri mes VV-s dhe LDK-s, ndonë se jo të dëshiruar për të imponuar për shkak të rezultatit edhe për Vendosjen, por edhe për LDK-n, e cila asesi nuk arrin të këndhellet për shkak të krizave të brendshme e kështu me radhë. Pra vendi ka mungesë të stabilitetit politik tashmë 2 vite, dhe jemi në pikën ku partitë politike e kanë obligim e detyrim që të i dhojnë vendit stabilitet. Koalicioni për cilën ju folet ka një probabilitet lartë që të ndodhë dhe unë pres që kjo gjastë të jetë reale dhe të ndodhë. Mendoj që Kosovës do të bënd të mirë një koalicion mes Lëvizjes Vendendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, se a do të realizohet mbetet më bo, por që vazhdoj të besoj që është një probabilitet më lartë se sa një koalicion eventual mes Lëvizjes Vendendosje dhe Partisë Demokratike. Kretë kjo bazu në atë se qa ka ndodhur në këto 2 vite dhe bazu në letrat që Lëvizja Vendendosje përkatësisht zotri Kurti i ka dërgu pas rezultateve të nënshkurtit Lidhjes Demokratike dhe me theks të veçantë duke pas për bazë substancën që ato letra kanë pas, duke aludu në atë që rezultati i zgjedhjeve apo votuesi i Lëvizjes Vendendosje është më i afërt me votuesin e Lidhjes Demokratike, dhe nëse lexojmë në fakt gjithë rrjedhën e historisë së votës, e gjeografisë së votës, atëherë kuptojmë që sa më shumë që është ngrit Lëvizja Vendendosje, aq më shumë është ka ra Lidhja Demokratike, dhe e riprodhojmë faktin që Lidhja Demokratike në vitet 2001-2004 kishte 370.000-340.000, përkatësisht 340.000 votues, pra ishte partia e parë dukshëm, në ndërkohë prej futës në zgjedhje të Lëvizjes Vendendosje në vitin 2010, kur kishte rezultat prej 88.000 votash, dhe në vitin 2019, kur Lëvizja Vendendosje kishte 220.000 vota, ndërkohë Lidhja Demokratike 210.000 vota, pra mund të themi që votuesi ka qenë mjaft mobil në lëvizje në mes të këtyre 2 partive, në ndërkohë që votuesi i PDK-s
AK-s dhe nismës ka ditë tjetë më konservatorë dhe ka qenë më besnik të partitë e tyre, sepse natyrisht këtu një peshë të konsiderueshme ka posë edhe faktit që partitë në fjalë kanë ditë të jenë më lokaliste, pra kanë posë votues prej vendi ku kanë ardhur liderët e tyre. Edhe kjo në fund, PDK-ja ndonë se nuk e mori në listë për deputet Fatmir Limaj, një nga ish kokat kryesore të kësaj partie, por e mori në fushat. Dhe kena fushat që duke i kanë ndihmuar, sepse në Malishev doli PDK-ja para, dhe ky rezultat fatikisht ishte nga ajo që edhe Fatmir Limaj doli në një falendrim për elektoratën të cilën e sollën PDK-n të parën në Malishev pas një kohë të gjatë. Për sa i takon gjeografisë së votuesve, pra në zgjedhjet e 28 dhjetorit kemi pas gjithandej në çdo komunë thujtëse ka qenë fituese lëvizja vetëvendosje. Tashmë ka filluar që partitë politike të fitojnë në komuna të caktuara. I kemi fitues në Deçan dhe një unik Aleancë për Armërinë e Kosovës, e kemi fitues në Istog Lidhjen Demokratike të Kosovës, e kemi në Skenderaj dhe në Drenas si zakonisht bastionet e Partisë Demokratike, por këtë herë kemi edhe fitues në Malishev. Mbase kjo, për shkak të angazhimit të zotrit Limaj, në gjykimin tim është ka qenë gabim mos futja e zotrit Limaj në listën e Partisë Demokratike. Unë jam i bindur që me pas qenë zotri Limaj në listën e Partisë Demokratike me disa nga personalitetet e nismes, kish ditë me prodhu numër më të madh votave se sa që në mënyrë indirekte i ka edhe drejt për drejt, por jo duke qenë pjesë e listës, i ka ndihmuar zotri Limaj Partisë Demokratike. Të nderuar, kaq kishim kohë për këtë emision. Do të takohemi në emisione tjera, por jo inshallah në zgjedhjet të reja, por do të takohemi kur kemi institucione të cilat do të formohen me marrëveshje politike mes partive. Ju shprehim një orë për ftesë. Faleminderit shumë. Mr. Teis, takohemi nesër deri atëherë mirëmbëjtje. Kush janë ekspertët që